Mbështetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim ndaj mjekëve që kundërshtojnë testimin e paralajmëruar nga Ministria e Shëndetësisë mbetet vetëm në nivelin e deklaratave publike. Vangel Tavo e konsideron këtë një iniciativë personale të Ilir Beqes, pa një bazë ligjore dhe pret tërheqjen e tij. Dua të shpresoj që Ministri i Shëndetësisë mbas reagimit të gjithë deputetëve pa përjashtim në Komisionin e Shëndetësisë, pas reagimit dhe të mjekëve, pas reagimit dhe të urdhrave të profesionistëve të shëndetësisë, shpresoj shumë që Ministri i Shëndetësisë të tërhiqet nga fjala testim i përgjithshëm i mjekëve. Këtu nuk bëhet fjalë për një nisëm të LSI-së si pjesë e koalicionit qeverisë, sepse unë e theksova dhe në komision, po e ritheksoj. Kjo është një nisëm individuale e Ministrit të Shëndetësisë dhe nuk ka të bëjë as pak me programin qeverisës të cilën ne si forcë politike e mbështesim dhe do vazhdojmë ta mbështesim. Nuk ka ligj ku thuhet që mjekët testohen nga Ministria e Shëndetësisë. Kthehet në profesionin e mëparshëm. Deputeti Tavo, nëse do të ishte në pozicionin e mjekëve sot, nuk do të merrte pjesë në testim. Unë nëse do të isha mjek, nuk do të mbështesja as pak një iniciativë të tillë sikur e theksova të pabazuar në ligj dhe do ta bojkotoja personalisht. Padyshim që qëndrimi im është për krah dhe do të vazhdoj të jetë për krah mjekëve. I vendosur për këtë është edhe mjeku infeksionist Ritan Kalo. Nuk i druhet presionit dhe flet në vetë të parë, kur shprehet se nuk mund të testohet nga dikush që nuk e njeh profesionin. Nuk mund të nështrojmë një testimit kështu si është konceptuar. I nështrojmë testimit çdo ditë me punën time të përkushtuar ndaj pacientit. I nështrojmë testimit nëpërmjet opinionit të njerëzve dhe të kolegëve për punën time të përditshme dhe nuk pres një zyrtar më testoj ose të përcaktoj vlerësimin e tij për një sektor që nuk e njeh as pak. Çështja për mjekun Kalo shkon përtej një bojkoti, pasi mjekët nuk kanë frikën e testimit, ata kundërshtojnë palishmërinë e kësaj nisme. Nëse e vërtet qëllimi i saj është fotografimi i situatës reale dhe artimi i politikave, Kalo shprehet se ka mënyra të tjera për ta bërë. Bëhen me kampione, me grupe, të cilat shprehin interesin për të testuar ose për t'i testuar, ose më mirë me thënë, për të parë atë që quhet vlerësim i qastit, i dukurie ose fenomeni, në mënyrë që mbi gjendjen aktuale të ngresh një program më të saktë, më të detajuar, mjekët, infermierët dhe personeli tjetër teknik që punon në sektorin publik nuk i tremben testimit, i tremben faktit që mënyra, koha dhe mjetët cilat përdoren në thonjza për testim nuk janë ato që duhet jenë dhe nuk janë të justifikuara sepse janë të paligjshme. Testimi sipas mjekëve do të prish raportet, bluzat të bardha pacient, por dhe ato me këtyre të fundit dhe sistemin. Aq më tepër kur pjesë e kësaj nisme janë vetëm spitalet publike dhe nuk përfshihen ato private.